Fantazia në ema, ti që konë ma herët Keku. Po Keku konë institucion shka isha në Saba është isha begjin. Klak begjin, dilqa privat pënesh është isha strujna për shpia. Klak. Kërë bëjtje kotër, është isha begjin. Vike rruga më fëtë mujtë, të jetë. Të pofësha në gazetë në faqe 28. A veç aty u veta. Tash. Erdhe Albini e shtrëngaja ka në onëm. Po që shbëllin më ka bua, besën që së më bëj pore, mo po thëtë, si ti ishë në tjetë, është në beqës, s'ki me dollë për aty, del 4, mojë roli dhe ty. E kom shu, Kekun krejt. Si isha për aty najmë, s'po moj. E pse bre kelshu? Qka jetu punu tash? Ta shkova me konkuru me një firmë menager. Me një Shumë restoran shumë i madhë, ish menager a i najem, e budo mu për menager titull e dhani që më thanë, pronorja nisi me më spjegu. Kur të vinë femna të shmi e thonë, ku je moj te, ma ti s'kom po, qa ku ke dëpsu? Edhe? Kur të vinë moshkuj të shmi e thonë, ku je mëre te, ma ti s'kom po, a je të ushtrua? Edhe nëse ditën e por që janë nisa punë nëse erë një unë i borkjen e madhë. I thash, ku je mëre te, ma ti s'kom po, a je të ushtru? Tha me më shëflok, rryqat murit ati të shtetin. Edhe e të shova punën dhe për menagjerit dolla, s'kesh perspektiv. S'po mëj me gjithë vetën. Po, a ke përvu në i pun tjetër, pra? Shkova me një kafe me konkuru. Po? Ja nisa i pronori me më thonë mu, këtu në kafën ti me rinë artista, rinë akademik. Mirë, po? Dush me bo palacinka. Mu ka kujtu, palacinka të i silë si DJ Cimin s'ken. A ti po kërë cilët, hej, a besë najmë si DJ Cimin më ka të s'ken. Edhe tha, dush me qitë espresso në 70, dush me qitë kështu. E une veç i kështu shra shonkit, kum janë qitë lagerat me ngrej shonkin me qitë jashtë. Për shka? Kamarin me qitë të lidh me shonkën e jem. Me qitë pronorin malë që kjo është dhe të nësë gjitë të më nëzirë. Kamarin që nuk lidhët me shonkë, nuk është kamarjeraj. A provove me qitë një kafe 70? Po, erdhë një unë në mëngjez i shqu. Edhe i shkonë si nërëdhës, se një espresso 70. E mura metrën, e kështë është 70 që kaqë. S'ka filgjën për 70. Pe thiri pronorin, thash po thët një unë një espresso 70. Tha, jëm të e mor një kredim bongë për e në vemë. Edhe na emë. S'ka shpresa. Një edhe me rote ku s'ka kur gjënë të ati. Edhe kur ka orë mas dite një artist me të plëp. Erë dhe ullë që aty, na emë ishte të kalzej. A ma monë që fshisë, veç pak. Tha, a bë një espresso 70, një quva espresso. U këtheva si më këthi në shankë. Tha, a bë një uj me liman, mërë dhe një uj me liman. U këtheva në shankë. Tha, më falë ta bën pasfurdin. Thash, pini ishi dejnë të që me të shkrimit. Po, me shkrimit. Edha pet shkuva në shankë, kur i më shku në shankë. Po më tëtë, a më s'kiza një pris të dikun me shti të plupin me mush. Laptopin, po? Shpërtheva në emë. Thash, mos po do me ta pru dhe një printer nonën. Edhe printeri një atë qurë, si s'ke që të zgjirje. Edhe e quva punën dhe aty dëlla në emë. Se po që së më përgjoj për vetën kësë s'pojmë me gjithë. E tash? Tash, i më shku me një vend me punu mekanik për kere. Që sa mirë. Veç ju morë vesh në fillim. I tash zët një, veç në ditën e portë është me madhon rrugën. Ndesh me vazhdu gatë se për gjidure, nuk o thash ma të furt, probleme gjonë. Për gjidure? Pa për gjidure se dure në kom të furt, a kështë të duk në i hull. Edhe i më shku në ditën e portë, madha rrugën, si e ku morë rrugën, më stanin miria. O jetë, drejt masazhi më shku. Kampionët mirë bëjë këshalon, vetë kampionën në shpej 5 luftat që i ka fitu, lufta e tretë ka qenë kundër Turkut që atë luft besoj që na kanë dëmtu, se ishëm edhe në finale. Mirë po shumë asë që po kam me spjegu këj vetë në gjarjen, të 5 luftat të cilja lufta dhe finale që e morëm medalën e bronzë, e ka pas një kundërshtarë, më në thëmë, kundërshtarë e tina nga Bosnja, e ka eliminu nga Rusin më të mirë, me vite që është kampion nga Azerbejgjani, edhe na triumfun kundër tina që me të vërtet... Kundër Bosnjakut. Kundër Bosnjakut. Bosnjaku eliminoj ato të Azerbejgjani që ka qenë më i mirë në kategorinë të më i mirë në botë është me vite, është
Një dekadësh kampion në Evropë, kampion. Një dekadë kampion Evropë në kategorinë 75 kg. Edhe është i treti olimpiadës tash që u majtë se karateja ka qenë në olimpiadë, këto tash barez na kanë largu mirë, po presim që mas 4 vite tjetë apet karateja në olimpiadën e fundit ka qenë karateja? Ka qenë, po. Edhe pikrisht që ky Garusi që eliminoi, ky Garusi nga Bosnja, ka qenë i treti olimpiadës. Si e ka emrin Elhami? Rafael Agaev është domosdoshmë një dekadë kampion Evropë dhe kampion bote. Çush është Messi ose Ronaldo në futboll, ajo është në karate, është legjendë gjallë. E mujti ky bosnjaku? Bosnjaku e ka eliminuar. Ti bosnjakun? Unë eliminuar bosnjakun. Çka i tha atina? Atë ka rreha po çka unë. Sa lufta i patë deri tek domethënë në kampionatin evropian i kam pas gjithsej 6 lufta. 6 lufta. 5 lufta i kam fitu, ndërsa me Turkun kam barazu, kam mbet baraz. Edhe dihet që Turqia është fuqi botërore edhe na kanë dëmtu në disa vrejtje, disa pikë që i kanë dhënë atij. Edhe kur domosdoshmë pastaj ai vazhdoi para, ai u shpall kampion Evropë, po vlen cegët që kundërshtar turk, domosdoshmë kampionatin e kalum evropian, kam qenë në shtatë Evropës, po këta e kam eliminuar në domosdoshmë kampionatin e kalum. Vitin e kalum. Vitin e kaluar. Vitin e kalum, këtë vit mbetëm baraz dhe ai vazhdoi për finale dhe u bë kampion Evropë. Edhe kur kam jetë baraz, kam thënë Aramis, në fati jonë është që turki do shkon në finale, na do të presim repasazhin. Në repasazh besoj që dita jonë dhe gjithçka jap Elamia, është një djalë që kur e jap fjalën edhe e man. A psa duhet edhe kjo? Po duhet gjithçysh do të më koni vetë besim pas në arenë. Po mos të shkon këy në arenë me dhon ata që u lyp në atë kohë, besoj që sot ishëm këthy me medalet e bronzë nga Gaziantep. Se është historike? Historike, me vërtet është historike. Është historike kjo. Do më thonë tash këtyre ditëve kemi pas 2 gëzime të mëdha. Elhamiu në karate, edhe Donjeta Sadikun në boks. Që një sportiste shumë e meritume Donjeta. Në ka gëzuar 2 gëzime të mëdha. Mas mundjes, do më thonë, me grupin e Driton Kukës, a? Me judon, me Driton Kukën. Për mu dritoni me Majlindin e gjithë ata janë sportistat më të merituar dhe për ta nuk kam fjalë më këtu. Ata janë që neve na kanë ngritë sot kur të Kosova dhe ku sporti karates. Me vërtet janë për çdo lavdat. Sot na pinjekom hapat e tyne, mirë po pak me vonesë, po unë mendoj që nuk ka kur e keni qëllim që duhet me arrit ato. Edhe na jena në rrugë tyne. Elhami, ke ushtru në për vite, edhe ke studiu, një student i shkëlqyer, ke magjistru dhe po përgatitesh për doktoratur, dhe nuk e ke lënë karaten. A ishte ky një farlloj misioni këtë herë që o me fitu o s'bën? Me të tregu drejtën, domosdoshmë nasi domosdoshmë sporti i Kosovës në arena ndërkombëtare është pranuar në vitin 2016. Deri në vitin e 2016 domosdoshmë kam luftuar dhe jam marrë me karate veç me qenë kampion Kosovës. Se domosdoshmë nuk kem mujt me deportu me anej, edhe shumicën e rasteve me të vërtet kam garuar dhe kam fitu, domosdoshmë veç bova me thonë që e kam djalin kampion. Shumicën e garave se bova jeme e ka dash tepër shumë karaten, edhe u përkujdes tepër shumë për neve, domosdoshmë ka pas 3 djem karatista, 3 djem sportista. Ata që mirën me sport e dinë se sa e vështirë është me pas një fëmijë sportist, sa harxhimet e sa përkujdesin do të më avu. Ai domosdoshmë ka pas 3 sportista edhe na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës. A pasionin e tij e përcolli edhe tek ju, a? Po, pasionin e tina, të njëjtën kohë. A ishte ky një farlloj misioni këtë herë që o me fitu o s'bën? Me të tregu drejtën, domosdoshmë nasi domosdoshmë sporti i Kosovës në arena ndërkombëtare është pranuar në vitin 2016. Deri në vitin e 2016 domosdoshmë kam luftuar dhe jam marrë me karate veç me qenë kampion Kosovës. Se domosdoshmë nuk kem mujt me deportu me anej, edhe shumicën e rasteve me të vërtet kam garuar dhe kam fitu, domosdoshmë veç bova me thonë që e kam djalin kampion. Shumicën e garave se bova jeme e ka dash tepër shumë karaten, edhe u përkujdes tepër shumë për neve, domosdoshmë ka pas 3 djem karatista, 3 djem sportista. Ata që mirën me sport e dinë se sa e vështirë është me pas një fëmijë sportist, sa harxhimet e sa përkujdesin do të më avu. Ai domosdoshmë ka pas 3 sportista edhe na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës. A pasionin e tij e përcolli